Ja mendoni se me hetimet e fundit Rama është vërtet i rrezikuar. Si shihni pozitat e tij sot son dy politikanët në fillim? Vazhdon me politikanët regjia, jo me mua. Absolutisht është Me Agronin vazhdon. Absolutisht është i rrezikuar, nuk ka asnjë dyshim, sepse qartësisht dhe ajo që përmendi Klodi në përgjimet ku janë hetuar sidomos është hetuar Belinda Balluku, del shprehjimisht emri Edi Ramës, ku në rastin e tunelit Llogaras vetë ajo thot që prit të marrë leje nga ai, dhe përdor një fjalë të ndyrë, i cili guxon dhe më kërcënon në telefon. Praktikisht i vetmi shef që ajo ka është kryeministri. Por aty nuk përmendet me emër, po pastaj përmendet me emër kur ajo shprehjimisht flet me Berberin dhe i thot Berberit atë që sapo shpjegova më parë, ku i thot shiko se më tha takova një biznesmen i cili më tha që ka mbyllur me Ramën për një tender. Si është kjo punë? Është e vërtet? Dhe ai thot po, është e vërtet, sepse siç thash, kishim një tender shumë të madh, e ndam në disa pjesë që ti thot shprehjimisht. Po, dhe ajo ishte pjesa, një nga pjesët më majme ka qenë ajo. Ti kënaqnim të gjithë. Unë ishte një kompani që në Lushim duket. Plus pastaj, nuk e di, thjesht ajo që është e rëndësishme është cila është përfshirja e Edi Ramës. Nga ana tjetër, qartësisht gjithçka çfarë po ndodh në rrethin e ngushtë Edi Ramës, sidomos ne duhet të shikojmë, nuk mund të injorojmë arrestimet që kanë ndodhur në Aksh dhe në dosjen e Akshit, ku praktikisht aty është një skandal i vërtet. Ajo ishte drejtoresha e Akshit, nuk themi do të ishte drejtoresh, se vazhdon të jetë drejtoresh në fakt në detyrë, praktikisht ka qenë njeri jashtëzakonisht shumë i besuar i Edi Ramës, që askush nuk i përmend të emrin. Kur unë i përmenda emrin në parlament, deputetët e opozitës, e majorancës, ngrim praktikisht, thua ti se përmenda emrin e dikujt që ishte i plotfuqishëm. Tani, ajo ka qenë për 13 vjet të rresht në krye të Akshit. Aty pothuajse të gjitha tenderat, edhe para rëmbimit dhe pengmarrjes së famshme, aty edhe përpara kishim të bënim me tendera korruptiv. Çështja është që pse, çfarë do të thotë kur ne shohim që të gjithë njerëzit e rrethit më të ngushtë të Edi Ramës dalin para drejtësisë, merren në hetim, merren në të pandehur. Është e pa imagjinueshme që drejtësia tani të ndalë tek ta dhe mos të shkojë te Edi Rama. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me, le të themi, me një zhgënjim që ne mund të kemi, por ka të bëjë me besueshmërinë e sistemit drejtësisë. Sepse mos të vesh te Edi Rama, mos të marrësh të pandehur Edi Ramën, mos të hetosh Edi Ramën, do të thotë të hedhësh poshtë gjithë besueshmërinë që ke fituar në këto 3 vjet, që si tham nga rezultati janë qartësisht një rezultat historik në luftën kundër korrupsionit. Nuk ka dyshim që Edi Rama do reagojë. Absolutisht, nuk ka dyshim. Ne jemi vetëm në fillimin e përplasjes midis pushtetit politik të korruptuar, ku Edi Rama qartësisht është aktori më i rëndësishëm dhe më i pushtetshëm dhe më i rrezikuari, dhe drejtësisë nga ana tjetër. Sigurisht, Partia Demokratike ka të njëjtin interes deri diku me Edi Ramën, sepse është e kërcënuar nga drejtësia. Mos harrojmë që kryetari i Partisë Demokratike është i pandehur për korrupsion, pikërisht nga të njëjtit prokuror, nga e njëjta SPAK, që ne presim të hetojë dhe të marrë të pandehur Edi Ramën. Sinjale kemi patur pafund, ne në mes të fushatës doli kryetari i Partisë Demokratike dhe tha ne do ulemi me Edi Ramën se do bëjmë Senatin. Çmenduri. Qartësisht to janë mënyra për të fshehur një marrëveshje të mundshme pasi të vendosin ndryshimin e kushtetutës, aty pastaj bëhet edhe ndryshime të tjera, por edhe bëhen shpejt e shpejt parë shumë në sy. Qartësisht, po kjo nuk është vetëm kjo. Ajo që po ndodh sot, dhe atë po thosha në fillim, ka të bëjë me denigrimin dhe linçimin e drejtësisë dhe me fake newsat që dalin për ditë në media. Unë po përmend vetëm disa prej tyre, nga arrestimet pa gjyq e Gjoja, më falë që ta them, po dhe nga fakti që Gjoja SPAK-u ka shkuar përtej kompetencave, nuk rezulton të ketë shkuar përtej kompetencave, nuk ka fakte, mund të ketë dyshime, po, sigurisht, por nuk ka fakte, mund të ketë interpretime. Fakti që SPAK-u na qenë nga një strukturë speciale e cilës i mbaron mandati në 3 vitet e ardhshme, absolutisht një gënjeshtër e pavërtet.
me pak fjalë, është grushti shtetit, fakti që Spaku, do Lidi Rama para disa ditë, është tha prokurorët dhe gjykatësit janë turur arkës së shtetit, duan rritje rroge, dhe pasi ai e thot në rrjetet sociale, pasi ai ti e shikon në pjesën më të madhe të debateve televizive të darkës që diskutohet rroga e gjykatësve të prokurorëve. Qartësisht s'ka kuptim me të. Jo, unë po them thjesht ka një strategji të qartë. Ka dhe rrogë. Ka një qartësi të qartë, ka një strategji të qartë për të denigruar dhe për të linçuar drejtësinë. Kjo është puna që bëjnë mediat. Pastaj, çfarë do bëj politika? Dje doli ministri i drejtësisë dhe pa pikturpi tha do bëjmë një amnisti penale ku do nxjerrim nga burgu pothuajse 10% të të burgosëve në Shqipëri. Tani, qartësisht aty midis atyre ka dhe fukarenj dhe njerëz që kanë bërë vepra penale të papërfillshme dhe nëse i falen 6 muaj apo një vit nuk është ndonjë hata e madhe, por qartësisht amnistia penale po bëhet për të dhënë një sinjal Spakut në atë të parë që ju i dënoni dhe ne i nxjerrim, kështu që ju bëni çfarë të doni, dënoni këtë doni, ne pastaj do t'i falim dhe do t'i nxjerrim, dhe sinjali tjetër është që jemi në absolutisht të rrezikuar. Dhe e vetmja ne mund të bëjmë çfarë duam, mund të hidhemi përpjet, fatkeqësisht politika ka humbur besimin e qytetarëve në përgjithësi. Unë nuk pres që nëse Edi Rama nesër bën një ligj e thot do shkri Spakun, do mbushen sheshet me qytetarë që protestojnë kundër Edi Ramës edhe në mbrojtje drejtësisë. Fatmirësisht kemi ndërkombëtarët që janë të vëmendshëm, shohin nga Shqipëria dhe nuk ka shanse, besoj unë, që kjo të ndodhi. Pikërisht sepse ky nuk është një projekt i ndërkombëtarëve për Shqipërinë, por është një projekt rajonal ku ne jemi vendi i fundit ku ky projekt po zbatohet. Jo, ma i vendit e ndër të partje, po. Jo, nuk e fanë të parët, sepse këtu ka filluar kur vendet tjera kanë mbaruar. Ku dështoj? Po dështoj totalisht. Çfarë quhen dështim? Ja, dhe kjo për shembull është një gjë që çfarë quhen dështim? Çfarë është dështimi? Një nga vendet më korruptuar të BE-s është Rumania. Po, çfarë do thot? Po kjo nuk do thot atëherë. Rumania në radhë të parë hyri në Bashkimin Evropian. Edhe kjo për qytetarët, për në Bashkimin Evropian do ishte nesër për arsye gjeopolitike. Të mera i si që të morin në NATO. Të morin NATO të hodhi aty. Të edhe dhe tani në Bashkimin Evropian. Dhe Shqipëris, hyrja në NATO dhe përshtatja e vendit Agron, se s'kemi, jemi në limite se po pret grupi tjetër për Kosovën. Po? Të kandidati pro-rus. Nuk është s'ka lidhje. Me dy fjale, Anton? Pra, mendoj që nëse nuk krijohet drejtësia, shteti ligjor, dhe Spaku nuk bëhet përfaqësues ose themelusi, sepse me drejtësinë ne jemi shumë mbrapa. Me institucionet tjera drejtësisë, me prokurorit, me gjykatat e thjeshta. Me Spakun nuk bëhet themelusi i një drejtësie të re si institucion e shtetit ligjor, shtetit së drejtës, jo si institucion ndëshkues, atëre kjo do dështoj. Do ketë rezultat përkohshëm, i cili do përfundoj dhe do arrim pastaj aty, që do bëjmë ndryshimet kushtetuese, do i shkrim fare.